Në fshatin Berja u themelua nëndega nismës për Kosovë. Kryetaru zgjodh Milot Ibrahimi, I cili tha se ju ka bashkuar nismës duke parë se janë subjekt serioz. E presim ndryshimin nga nisma për Kosovën, sepse kjo është ajo që po përkrah tritit edhe po m'pëlqen që po e përkrah rinin, domethënë që ajo është më kryesorja. Se për shembull po diplomon edhe nuk po ki perspektiva, ajo është shumë keq. Fjalë të mira për nismën foli edhe koordinatori I këtij subjekti politik në Gjakov, Fazli Hoxha. Prioritet do ta kem zbatimin e ligjit. Konkurset do të jenë konform, nuk do të ketë politizim në arsim, nuk do të ketë politizim punësim. I plotëson kriteret, janë rregulluar edhe ne do t'i zbatojmë. Ndërkohë, kandidatët për deputet të nismës nga Gjakova premtuan angazhim nëse zgjidhen deputet. Do të ketë ndryshimi vjen vetëm nga ju. Fuqia, guximi dhe shumë gjëra tjera do të vinë me votën tuaj për ndryshim më të madh në Kosovë. Pres nga ju mbështetje të fuqishme, bashkëpunim me ne, bashkëpunim me të rinjt, aktivizimin e nëndekeve, aktivizimin e njerëzve profesional, të cilat ne kërkojmë të na mbështetësin edhe në mënyrë profesionale. Në qoftë se ne jemi pjesë e qeverisë, kemi nevojë për njerëz të tillë dhe njerëz të tillë që kanë gjithmonë të hapur derën tek subjekti ynë politik. Vendi ynë ka degraduar në përmasa të mëdha, pushteti po uzurpon çdo gjë, e mendimin dhe orientimin po tenton të ua kontrollojë qytetarëve, e nisma nuk do të veprojë kështu, u tha në Tubim.